Edi afrohet tek Alba me një buzëqeshje të hollë, të atij lloji që tregon se diçka ka ndërmend. Ai rri pak sekonda duke e vëzhguar, sikur pret momentin e duhur për ta ngacmuar. Banorët e tjerë janë aty pranë, duke i vështruar me kurreshtje, sepse sa herë që Edi dhe Alba ndërveprojnë, atmosfera bëhet më e gjallë. Më dëgjo, Alba, thot Edi me një ton paksa dramatik, duke e bërë që të gjithë të drejtojnë vëmendjen nga ata. Po mos të kisha zgjedhur Dolçen. Do të kisha zgjedhur ty pa dyshim. Alba qesh me zë të lartë sapo dëgjon fjalët e tij, duke tundur kokën si për t'i thënë mos u bëj qesharak. Ajo e godet lehtë me bërryl në krah. Më shumë si shaka se sa si nervozizëm. Edi, hajde mos u tall, i thot ajo duke qeshur. Ti je nga ata që thon gjëra vetëm për të bërë zhurmë. Edi ngrit supet dhe shtiret sikur po flet seriozisht, por buzëqeshja e tij e tradhton krejt. Po flas seriozisht, shton ai, duke ju afruar pak më shumë. Po e dini edhe ju që Alba do ishte zgjedhje e fortë. Banorët rreth tyre qeshin, duke hedhur batuta, por Alba nuk e lë me kaq, ai veç po luan, thot ajo duke i bërë shenjë banorëve të tjerë. Mos e merrni seriozisht, sepse këtë e njoh. Sot thot një gjë, nesër tërheq fjalën. Edi e vështron me një shikim të çapkën, duke tundur kokën me ironi. Po, vazhdo thuaj ashtu, i përgjigjet ai. Unë e di që thellë je e mërzitur që s'të zgjodha aty. Alba shpërthen në të qeshura edhe më të forta. Po çfarë po flet, more Edi? Thot ajo. Ti je komplet për t'u tallur. Atmosfera rreth tyre zbutet menjëherë, me banorët që qeshin dhe komentojnë, ndërsa Edi vazhdon ta ngacmoj Albën me batuta, dhe Alba, si gjithmonë, ja kthen me të qeshur dhe humor, duke treguar se mes tyre ka një energji lozonjare që i bën momentet edhe më argëtuese.